Kujtojmë qëndresën dhe sakrificën e popullit, i herojnë dhe veprimtarët e rënë shekuj, rezistencën paqësore dhe kryengritjet e armatosura pas luftës së dytë botërore, të cilët kulmuan me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sot pavarësia jonë mbush 18 vjet, mbase një moshë e re për shtetin, por një kapitull i rëndësishëm në rrugtimin tonë të gjatë si popull. Vërtet, shteti, pavarësia dhe kushtetuta jonë është e re, por gjuha, kultura dhe populli ynë janë të lashtë. Shteti i Kosovës është ndërtuar dhe qëndron për vlerat e lirisë e të demokracisë, të barazisë e të drejtësisë, prosperitetit dhe të gjithë përfshirjes. Secili qytetar, pavarësisht gjuhës apo etnisë, fesë apo prejardhjes, është i barabartë para ligjit. Në këto 18 vite kemi arritur nga ditët e para të njohjeve ndërkombëtare, e të cilat tani numërojnë 121 osh, e deri te konsolidimi i institucioneve demokratike dhe sundimit të ligjit, nga ndërtimi i një ekonomie të qëndrueshme e në rritje, të forcimi i ushtrisë sonë dhe i kapaciteteve mbrojtëse, nga fitoret ndërkombëtare në sport, art e kulturë, të pjesëmarrja në forume botërore, nga lëvizja e lirë pa viza të hapat konkret drejt integrimit evropian, përfshirë aplikimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, e të cilat janë arritje që na bëjnë krenar të gjithëve. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar, dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. Forcimi i ushtrisë sonë dhe i kapaciteteve mbrojtëse, nga fitoret ndërkombëtare në sport, art e kulturë, të pjesëmarrja në forume botërore, nga lëvizja e lirë pa viza të hapat konkret drejt integrimit evropian, përfshirë aplikimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, e të cilat janë arritje që na bëjnë krenar të gjithëve. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar, dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. Të dashur qytetar, ky veti i pavarësisë na gjen në fillim të një mandati të ri qeverisës, me besim të madh nga qytetarët e vendit tonë. Punët që na presin janë të shumta dhe pritjet e qytetarëve janë të mëdha, por i lartë është motivi dhe fisnik është qëllimi që kemi para vetes. Për forcimin dhe zhvillimin e shtetit tonë, le të angazhohemi të gjithë bashkë me punë, dije dhe integritet. Mësues e student, mjek e punëtor, ushtar e polic, të rinjët moshuar, gra e burra, vajza e djem, që të gjithë duhet të japim maksimumin e kontributit tonë. Sepse këtë nga ne e presin brezat e shumë që u fliuan ndër shekuj, si dhe rinia dhe fëmijët e Kosovës, që ne të jemi të lirë e ta kemi shtetin tonë. Le t'i bëjmë krenar duke punuar e duke zhvilluar dhe forcuar shtetin. Qeveria dhe ne si kabinet qeveritar jemi vetëm instrument në realizimin e këtij qëllimi të përbashkët. Gëzuar 17 shkurti, dita e pavarësisë së Republikës sonë. Lavdi e nderime të gjithë atyre që u sakrifikuan për lirinë dhe shtetin që sot gëzojnë. Ju faleminderit. Hadi bir kere